që tha Antigona, toka ka 71% tokë, domethënë, ujë dhe 29% është ujë, tokë, sepse jo 80%. Organizmi jonë, thashi, ka 80% lap, se pas kemi mirë. 71% është ujë dhe 29% është toka. Trupi njeriut. Okej, vetëm një pyetje të shumë i thoni Balës. Lami fol me vete, nuk fol me mu. O Lam. Po Antigona. Unë thash, që ka qëtësu shumë gjave për ndrysha. Organizmi njeriut është 70% ujë. Organizmi, okej, ndoshta lapsu se keni ndëgju, normale. Po, i bale, si ka mundësi për shembull këta që e parashikojnë edhe shiun, nëse është ndaluar, si ka mundësi ata me ditë që po bjen shiu ose është kuaj mire nesër? Jo, na për shembull ka mundësi sepse meteorologjia është shkencë tjetër, pjesë e shkencës astronomisë, jo astrologjisë. Dhe ato janë, si me thonë, zhvillimet, lëvizjet e reve e tjera. Mandej në botë ka lutje istihare, ka lutje të posaçme për me rashi, kur nuk ka reshje. Po është ndaluar parashikimi apo s'është ndaluar reshje? Është ndaluar rreptësisht. Po këto lutjet për... Lutjet është këtë tjetër, për shembull, ngjashëm me nuk mund të themi me horoskopin, po për shembull kemi 3 lloje të istihares. Istihare do me thonë lutje me lutë Zotin për vendimin tënd. Çfarë vendimi po don me marr për një udhtim. Për shembull, nesër du me shku në Tiranë, po nuk jam e sigurt. Ose kam një ofertë për një djali, don me u feju me mu, apo nuk don, ose du me hap një biznes, po masi që i marrë të gjitha hulumtimet, sende dhe thëmë, okej, tash po i drejtohem sonte Zotit, po e fali 2 rekat istihare namaz, e mandej në ëndër, nëse shoh bardhë dhe gjelbert, është pozitive, vazhdoj këtë punë. Nëse është kuqe dhe zezë është negative, nuk bën kjo punë, ose ta jep një shenjë Zoti, a me vendos, a mos me vendos.